Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku rikthehen temat dhe rikthehen edhe detajet të reja, pikërisht nga largimi në mënyrë të beftë të Angela Shurdhës, e cila është nga Kumani e Roskovecit, 24 vjeçare, nënë e një vajze vetëm 7 vjeçe me një histori shumë të dhimbshme të jetës së saj, mënyra se si ish bashkëshorti babai 7 vjeçares e ka lidhur me litar në pyll dhe është gjetur rastësisht nga disa persona në shtetin grek. Është nga historitë më tronditse që ne kemi trajtuar vetëm pak ditë më parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, dhe përpara se të mbyllej ai emision, lajmin e mirë e morëm drejt për së drejti nga Zoti Rapi, nga babai 24 vjeçares, i cili deklaroi që në transmetimin live që ne po jepnim atë ditë, Angela kishte reaguar duke thënë që ndodhet në Greqi. Kaq ditë më pas, Angela jo vetëm ka kontaktuar me familjen, por mister mbetet mënyra se si ajo është larguar nga Shqipëria. Pretendon se ndodhet në shtetin grek, në një fshat të Janinës, ndërkohë që redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur, kryeredaktori e këtij emisioni, Anila Akmataj, unë vetë personalisht, jo vetëm e kemi telefonuar, i kemi shkruar pafundësisht, por Angela nuk përgjigjet. Por çfarë ka diskutuar ajo me familjarët e saj, me nënën kryesisht, si është gjendja e Angelës dhe çfarë dyshon familja, për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi me një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Lumturi me nënën e Angelës. Ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur do të trajtohet historia e rëndë që ka mbërthyer në ankth një familje të tërë nga fshati Kumani i Roskovecit. Prej disa ditësh qetësia e kësaj shtëpie e shuar nga mungesa e papritur dhe e pashpjegueshme e Angela Shurdhës, vajzës së tyre, e cila u largua pa lënë gjurmë duke lënë pas dhimbje, pasiguri dhe një plagë të hapur në zemrat e njerëzve të saj. Prindrit e saj jetojnë mes shpresës dhe frikës, ndërsa vajza e vogël vetëm 7 vjeç, çdo mbrëmje kërkon të ëmën pa kuptuar pse ajo nuk kthehet, një pritje gjatë e heshtur dhe rrëngjethse. Gjatë transmetimit live të emisionit, Angela telefonoi babain e saj, i cili ndodhej në komisariatin e policisë. Në këtë telefonat ajo pohoi se ishte e mirë dhe se ndodhej jashtë Shqipërisë, konkretisht në shtetin e Greqisë. Një deklaratë që në vend të qetësonte familjen, ka ngritur edhe më shumë pikpyetje, që nga ajo ditë komunikimi i saj me familjen ka qenë i rrallë dhe i paqartë, e vetmja lidhje ka qenë me nënën, e cila mes lotësh i lutet të kthehet pranë vajzës së mitur, e cila ka nevojë për përqafimin dhe praninë e së ëmës. Babai i saj shpreheti i tronditur dhe i pafuqishëm përballë kësaj situate, që ai e quan të pakuptimt. Sipas tij lindi dyshime të forta se dikush mund ta mbajë Angelën larg familjes së saj, pasi sjellja dhe mungesa e kthimit nuk përputhen me karakterin dhe jetën e saj të mëparshme. Sipas dëshmive, dita e zhdukjes mbetet e mbuluar me mister. Angela u largua nga ambientet e punës, pasi telefonoi nënën dhe i tha se nuk do të kthehej në shtëpi atë natë, me arsyetimin se do të vazhdonte punën. Të njëjtën gjë sipas familjarëve e ka konfirmuar dhe pronari i saj, duke lënë të kuptohet se ajo nuk do të rikthehej në banesë, por që nga ai moment gjithçka ndryshoi. Ditët kalojnë dhe Angela nuk është kthyer ende. Heshtja, mungesa dhe misteri vazhdojnë të rëndojnë mbi këtë histori që kërkon përgjigje. Ndiqni rrëfimin. Të martën e 14 prillit pritej të rikthehej në banesë 24 vjeçaria Angela Shurdha, nënë e një vajze 7 vjeç, rreth orës 17, telefoni i saj delifikur, dhe rreth orës 21 ajo telefonon nëpërmjet një personi nënën, duke i thënë se prej 2 javësh në fakt Angela Shurdha kishte nisur punën e saj si kamariere në një lokal dhe atë natë nuk do kthehej në shtëpi, pasi kishte një ditëlindje, një organizim në vendin e punës ku ajo ishte prej 2 javësh, dhe ndërkohë një zotëri quajtur Fredi, nuk e dim në qoftë se është emri i tij i vërtet apo jo, u paraqit si pronari dhe i kërkoi jo leje,
por thjesht i lajmëroi prindrit që Angela nuk do kthehej atë natë dhe do flinte tek një shoqe. Ndërkohë që nëna zonja Lumturi këmbguli për t'i dëgjuar zërin vajzës, ky e fundit pohoi çfarë kishte thënë parafolsi i saj, një person i quajtur Fredi, që ishte paraqitur si pronar i këtij lokali. Më pas kjo telefonatë mbyllej, pritej e nesërma, pas nesërmja dhe deri ditën e sotme që flasim në studion e emisionit të Me zemër të hapur, Angela ende nuk është rikthyer në familje. Ka lindur shumë pikë pyetje gjatë transmetimit live në kërkim të Angela Shurdhës. Ajo menjëherë u vu në lëvizje sepse televizioni News 24, si televizioni më i madh informativ në vend, në fakt bëri që Angela të reagonte, të merrte pikërisht babain, ku ky i fundit në transmetimin e asaj dite u shkëput për në policinë e Roskovecit dhe ndërkohë se si ka vijuar çështja në polici dhe kush janë detajet që vetë Angela i ka dhënë familjarëve të saj, do t'i ndjekim vetëm pas pak në një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Lumturi, me nënën e Angelës, me mua në studio, do t'jetë psikologu ynë klinik Eduard Tafa. Përshëndetje Edi, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se Një histori që trondit, që nga mënyra dhe martesa e hershme e Angelës, sa ajo aktualisht është 24 vjeçe, nënë e një vajze vetëm 7 vjeçe, e larguar në rrethana misterioze fal emisionit të parë, duke qenë se unë e kam thënë dhe në atë emision, fal publikimit në këtë televizion, ajo ka reaguar me njerë, jo me ne, të paktën por me babain, dhe ky u fundit u shkëput nga transmetimi live dhe shkoi me njerë në policinë e Roskovecit. Do mësojmë detajet të tjera, sepse në një farë mënyrë duket sikur Angela mban komunikime me familjen, por janë rrethana të paqarta pse Angela nuk i përgjigjet telefonatave tona, apo atyre që ne i shkruajmë si unë edhe kolegja ime Anila Akmataj, kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur, çfarë mban peng Angelën dhe a mundet që një nënë të largohet në këtë lloj forme pa u përshëndetur me të bien, aq më tepër që ajo ka një të shkuar shumë të dhimbshme, të cilën ne kemi diskutuar dhe në emisionin e parë. Lidhe me zonjën Lumturi. Zonja Lumturi, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që përsëri jemi bashkë për të folur për misterin, jo vetëm të largimit në mënyrë të mistershme të Angelës. Në transmetimin e këtij emisioni ne mësuam në kohë reale që ajo është gjallë, shëndosh e mirë, frikrat që kishit ju si nënë dhe e kuptueshme se për çfarë, por ndërkohë mbetet ende mister mënyra e komunikimit të Angelës me ju. Mbas transmetimit të emisionit, që dham lajmin e mirë, të paktën zoti Rapi i dha redaksisë, u shkëput në transmetimin live me policinë e Roskovecit, ti nuk di absolutisht asgjë. Lidhja me këtë emision të zotit Rapi bëri që edhe ti të kuptoje që Angela kishte telefonuar atë ditë dhe kishte thënë që është në Greqi. Atëherë, ti vetë kur ke folur pas emisionit? Unë fola pardhije. Jo, mbas emisionit që kemi bërë. Ti fole me njëherë pas emisionit? Jo. Po bën 2 javë ajo, apo jo? Po. Mos të gaboj, 2 javë po bën? Po, 2 javë. Atëherë, të kërkoj të kërkoj pak ndjes, sepse shikoj që psikologu i ftuar në këtë studio Eduard Tafa ma bën me shenjë që nuk dëgjohet zëri juaj, pavarësisht se unë ju kam në kufje, ju lutem regjia, sepse specialisti kërkon të di detaje që më pas edhe ti komentoj. Po, zonja Lumturi, pasi unë vetë personalisht fola me zotin Rapi, i cili ishte pranë teje, por u shkëput nga policia e Roskovecit, ne telefonuam dhe ai tha, Angela më mori në saj edhe të këtij emisioni, sepse ky televizion ndiqet kudo. Atëherë, zonja Lumturi, mbas emisionit, kur të mori Angela ty? Për herë të parë. Angela po bën 2 javë që është humbur. E di që është e humbur, por ju ka telefonuar. Po, dije se ajo telefonin e më mbyllur. Dije telefonoj. Mami, mu bë merak se unë jam në Greqi në... Si dje? Dje për herë të parë? Dje i ke dëgjuar zërin për herë të parë, zonja Lumturi? Po. Që nga dita e emisionit që ne kemi bërë, rreth 3 ditë mbas zhdukjes së Angelës, ti dje për herë të parë i ke dëgjuar zërin? Je sigurt për këtë? Se unë e di që Angela ju telefonon çdo ditë juve.
Shiko, na telefonon pa aq 5 minuta telefonon ajo, nuk të fillon më shumë. Po mi pra, këtu le të ndalojmë zonja Lumturi. Pra, pas emisionit, unë të dhash lajmin e mirë që ajo ka telefonuar babajnë e saj, zotin Rapi, bashortin tuaj. Ty, pas kësaj lajmi që unë të dhash, kur të ka telefonuar, po atë ditë apo të nesërmen? Të nesërmen të telefonoj ajo. Atere, e mban mend telefonatën e parë të Angjelës, çfarë të tha? Mami tha më bë merak se jam në Greqi. Po ti në çfarë? Janin. Po ti çfarë i the? Se nga ditëlindja në lokalin ku punonte prej 2 javësh, përfundoi 3-4 ditë më pas në Janin. Çfarë i the ti? Po, i thash ktheu, jam një fshat Janinës ta. Po me I kë thash ishte? që nena më ktheu se ke fëmijë këtu mbrapa. Me kë ishte? Më ti ajo ishte me një greke, në base asaj grekes foli dhe një burr tjetër. Tani, zërat e një zonje greke dhe një burri tjetër, burri çfarë gjuhë fliste? Burri tjetër ishte shqiptar. Pra, një zonjë greke dhe një burr shqiptar, ti dëgjove nga telefonata? Bën telefonata, ta folën kështu live, kështu me Messenger. Atëherë ti dëgjove vetëm zërin e Angjelës dhe ato në sfond, apo dhe ato të folën ty? Më folën dhe ata, më folën mua. Atëherë, le të ndalojmë pak. 24 orë pasi ishim bashkë dhe të dham lajmin e mirë, Angjela të telefonon dhe thotë që jam në Janin. Nga Messengeri, dhe ndërkohë aty të flet edhe një burr shqiptar edhe një zonjë greke. Çfarë të tha ky burri shqiptar? Greqja nuk ka ashtu se Greqja foli greqisht, unë nuk e di si tha Jo, ajo dakord, greqisht. mua nuk më intereson çfarë ka thënë zonja greke, të pyeta, burri shqiptar çfarë të tha? Nuk tha gjë fare ai. Asnjë gjë s'thaj, burri shqiptar. Ti nuk Një zotëri komunikove. shqiptar nuk ka gjë. Ti nuk Jo, komunikove me të. komunikova, po zëra dëgjova atje. Zëra dëgjove. Mirë, po nuk i the Angjelës si ka mundësi, nga e marta në mos gaboj e 14 prillit. Po, Si përfundoi në Janin? ajo tha i ka në kem, më hodhë në kem, tha. Nuk e tregon presonin kush i ka hedhë në kem, edhe kush e mban atje, presonin shqiptar, kesh atje. Se tregon ajo. Pyeti për vajzën, sepse janë shumë paqartësi në telefonatën e Angjelës, të parën 24 orë pas gjetjes nga ky emision. Çfarë të tha Angjela ty? Pse kishte ikur? Se tani 2 javë që punonte në lokal, të merr Fredi dhe të thotë kemi një ditëlindje, nuk vjen as të mërkurën, as të enjten, as të premten, derisa ne bëm emisionin, po pastaj? Pse duhet ikte? Pse duhet... Me në Greqi, në Janin, po the mu nuk ka ardhur. Ajo, ta ka miku në kem i zemër, tha. Po pse duhet ikte në këmbë? Ku ta di unë shkreta, se pasaportën e ka këtu ajo. Po pikërisht pra, për këtë po flasim. Ajo pasaportën e ka lënë në shtëpi, po kartën e identitetit? Kartën e identitetit? E ka me vete, e ka me vete. E ka me vete, pra do të thotë që ajo vërtet është larguar në Janin, ose pretendon se është në Janin, se ne të nuk e di ma është e vërtet apo jo. Kështu morin telefon ajo që jam Janin, në një fshat Janinës. Pasaportën e ka në shtëpi, ka vetëm kartën e identitetit dhe kuptohet pse ka ikur në këmbë. Pra, dikush e ka detyruar Angjelën, se Angjela atë ditë mund vinte shumë mirë në shtëpi, të merrte pasaportën dhe të largohej si gjithë njerëzit. Si të duk në zë, Angjela, ty, se ti e nën dhe ti e nje Angjelën shumë mirë. Ajo ka 7-8 vite pas divorcit që jeton me ty dhe ka qenë një vajzë e rregullt, thua ti dhe një nën shumë e rregullt. E rregullt shumë. Atëherë, atë duke... Mua më duke e friksuar me të keqen, më duke e friksuar që fonin telefon. Dhe unë i thash dije, keqen e na ktheu se na ka dhënë ca dokumente për ato të na ka dërguar policia ca dokumenta. Edhe i thash ktheu të keqen e na se na ka dhënë ca dokumenta. E ajo më tha do kthej, s'po kthej.
Qa them në shkreta? Duhet të bëjmë një korrigjim në fakt, sepse sapo shfaqi regjia edhe pasaportën e Angela Shurdës, ajo është datëlindjes 1997, pra është plot 29 vjeçe dhe jo 24 vjeçe. Për të kuptuar edhe këto 7-8 vite pse ajo qëndron në fakt me juve në shtëpi pas një divorci shumë të vështirë, për cilën do flasim pak më vonë zonja Lumturi. Ti thua që ajo është e friksuar dhe ti e nje më mirë se çdo njëri tjetër në këtë botë, Angela, se je nëna e saj. Në këto fjalë që ti i thua që policia ka sjellë disa dokumenta, për sa i përket Po, i ka sjellë dokumentat, i ka bërë të shtëpia unë dokumentat. Për çfarë flasin ato dokumenta? Po ku ta diu me për çfarë flasin? Pra, ato dokumenta mos flasin për kujdestarinë e vajzës Angelës 7 vjeçares? Nuk e di, nuk e di. Që nga Do burri do paraqitet se ai është në punë. Është në punë në Vlorë. Po, e dim. Edhe ku të vej tash atje tek policia në Fier? E kuptoj. Kur ju i tha dhe i njoftua që policia ka sjellë disa dokumenta dhe Angela Shurda në fakt rrezikon pikërisht kujdestarinë e së bijës. Si reagoi Angela? S'ka marrë telefon ajo. Unë telefonata që thash hajde ktheu këtu në Shqipëri, se këtu është. Edhe ajo nuk ka ardhur akoma. Zonja Lumturi, ti thua ajo nuk ka telefonuar, po sapo deklarove që ajo ka telefonuar vetëm brëm dhe ti gjithmonë i të rreq vëmendjen Angelës për t'u kthyer dhe i ke treguar dhe për dokumentat e policisë. A ja ke shpjeguar Angelës sa ajo rrezikon kujdestarinë e vajzës 7 vjeçe? Se ju e keni denoncuar në polici si të zhdukur, dhe në fakt Angela Shurda u zhduk në rrethana shumë misterioze, se një njeri që largohet me dëshirën e saj, vjen dhe merr pasaportën në shtëpi, nuk ka pse kalon në shtetin grek në këmbë, akoma në 2026. Vetëm në qoftë se Angela ka ndonjë proces të hapur, ose i është ndaluar kalimi në Greqi. Ju keni një informacion të tillë? Jo, nuk kam. S'ka me zemër. Shiko, ju keni dhe një djalë, apo jo, i cili jeton në Greqi. Djalë është në Greqi, po bën 4 vjet pa ardhur këtu në Shqipëri, është pa dokumenta. E kuptoj, por Angela është lidhur me vllajin i cili ndodhet në Greqi, se edhe kjo është absurde, të ndodhen në të njëjtin shtet dhe mos komunikojnë motër dhe vlla, duke qenë se kanë pas një marrëdhënie shumë të mirë të dy. Po, kanë patur, po. Ai ka rënë disa herë dhe ajo nuk ja hap çunit. Edhe neve nuk na hap. Shpeshherë deli fikur telefoni. I ka rënë disa herë edhe ajo si hap djalit, nuk ja hap. E kuptoj. Dhe ty të duket shumë e friksuar në telefonata, po kur ti i thua ktheu, çfarë thot Angela? Jep një shpresë? Si? Edhe një herë zonja Lumturi? E friksuar. Shiko, mbas telefonatës së parë që ke dëgjuar zërin e një shtetase greke, mund të jetë edhe shqiptare e cila flet shumë mirë greqisht, por edhe një burri shqiptar që fliste shqip. Ti herët e tjera që të ka telefonuar Angela dhe që duket e trembur. Ke dëgjuar zërat të tjerë? Kam dëgjuar edhe zërat të tjerë, kam dëgjuar që flasin greqisht. Kam dëgjuar. Ke dëgjuar? Dhe zërat të tjerë kam dëgjuar që flasin greqisht atje. Pra Angela kur të telefonon nuk është asnjëherë vetëm, mendon ti? Jo, nuk është vetëm, nuk është vetëm. Ti jetë vetëm që të flasë, jo, se është vetëm. Zonja Lumturi, unë të pyeta, atë ditë që të mori për herë të parë pas emisionit, dhe ti e pyete, nuk i the ç'neti që nga ditëlindja që ishe në punë, në lokal, përfundove në Janin, pse nuk erdhe, pse nuk na lajmërove, pse nuk more pasaportën, pse ike në këmbë, i ke bërë këtë pyetje? Jo, s'e kam bërë. Se kam bërë se aq e lehtë të flasë ajo. Si është goca, e si e vetë edhe e mbyllin telefonin. Shiko, kjo është një deklaratë shumë e fortë, pra ti dyshon se Angela nuk merr me dëshirën e saj. Aq e lejon të flasi, pra ajo nuk është e lirë atje ku ndodhet. Jo, se është e lirë ajo.
E keni bërë këtë denoncim në policinë e Fierit ose të Roskovecit? Jo, me zemrë, jo, nuk e kemi bërë, se tashti pa shua, jo. Shiko, Nuk e kemi bërë. unë të rekomandoj të shkosh edhe në policinë e Roskovecit edhe në të Fierit, se të gjitha këto dyshimet që ajo mbahet me forcë, nuk e pretenduar se është në Janin, ne nuk e dim a ndodhet në Janin, por gjitha telefonatat që flasin në greqisht do të thotë që ajo ndodhet në Greqi, por nuk e dim se në çrrethana ajo është. Dhe ndoshta nëpërmjet telefonit të saj celular, policia mund të lokalizoj vendin ku ndodhet Angela dhe të kuptojmë pak më tepër. Pra, ajo pyet në pak minuta si jeni ju, si është vajza. Po me vajzën ka folur? Vajza mu. Me vajzën ka folur? E ka kërkuar ti dëgjoj zërin? Me vajzën? Po. Me vajzën e vogël foli pardiaj. Po, çfarë i tha njëra tjetrës? 5 minuta, si e? Qa po bëjmë mami, vete në shkollë, vete, më qonë nena në shkollë, tha jo. Edhe e byllën ata, nuk folim me. Mbesa kërkoj të jemës që të kthehej? I tha jo, ktheu mame, ktheu këtu. Çfarë i tha Angela? Do kthehem, tha jo. Mirë, zonja Lumturi, shkëputemi për një hapësirë të parë publicitare dhe rikthehemi me detaje të tjera. A është rastësi që ajo çfarë i ka ndodhur vite më parë, 7-8 vite më parë, Angelës në Greqi, ndoshta të ketë një lidhje edhe me këtë mister shumë të çuditshëm të largimit të saj, apo për mënyrën se si ajo po mbahet në shtetin grek dhe gjitha dyshimet që ju keni dhe bashkë me ju i kemi dhe ne. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi me njërë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë, jemi me nënën e Angela Shurdhës, një 29 vjeçare, e cila është larguar ditën e martë me 14 prill në mos gaboj, rreth orës 17, duhet të rikthehej në fakt në familje, nuk është rikthyer rreth orës 21, një person i quajtur Fredi që është prezantuar si edhe pronari i këtij lokali që prej 2 javësh Angela Shurdha kishte filluar punë, i tha nënës dhe familjarëve që ajo atë natë nuk do kthehej në shtëpi pasi kishin organizuar një ditëlindje dhe do të flinte tek një shoqe pasi ditëlindja mbaronte në orët e vona të natës. Menjëherë, numri i Angelës ka qenë i fikur që rreth orës 17 me datën 14 prill, ditën e martë dhe në fakt gjatë transmetimit të emisionit 3 ditë më pas, Angela Shurdha apo personat të cilët dyshohen se mbajnë Angela Shurdhën e kanë parë transmetimin e këtij emisioni dhe menjëherë Angela, edhe pse kishim nënën dhe babain në një lidhje live atë ditë, policia e Roskovecit e shkëput babain dhe ky fundit lajmëron që Angela është në Greqi dhe ne menjëherë këtë lajm të papritur që na mbriti brenda transmetimit të emisionit të asaj dite, ja dham edhe zonjës Lumturit. Kjo është Angela Shurdha, e datëlindjes 11 shkurt të vitit 1997, plot 29 vjeçe, është nëna e një vajze vetëm 7 vjeçare, ajo prej 7-8 vitesh ishte rikthyer në familjen e saj pas një divorci shumë të vështirë, mbasi në shtetin grek ish bashorti, babai 7 vjeçare se kishte lidhur me litar në pemën pranë një pylli dhe persona të rastësishëm e kanë gjetur Angela Shurdhën. A ka të bëjë largimi i Angelës në Greqi, aty ku prej 4 vitesh ndodhet dhe i vllai dhe vllait nuk i telefonon, por vetëm nënës për dëgjuar zërin dhe për të marrë informacione të prindërve se si janë, por edhe të vajzës 7 vjeçe. Shumë pak telefonon, thot zonja Lumturi Angela, dhe duket që është jo vetëm e friksuar, por mbahet nga dikush dhe telefonata nuk zgjat më shumë se sa 5 minuta. Zonja Lumturi, më dëgjon? Po. Telefonatat e Angelës janë çdo ditë? Jo, nuk janë çdo ditë. Njërë 2 ditë i bëna telefonatat. Rreth çfarë ori bën këto telefonata? Ajo i bën në darket. Në dark. Po kur ju i telefononi, ju përgjigjet juve? Nuk përgjigjet, zemra ime i rashun që parë në orën 10 mund t'i kemë rënë dhe nuk më përgjigjet, nuk e ashu telefonin fare.
Megjithatë, unë në këtë studio jam me psikologun klinik Eduard Tafa dhe të dy gjatë hapësirës publicitare po diskutonim dhe kemi dyshimet tona nga mënyra se si ju i përgjigjeni të gjitha pyetjeve tona. Pa të rënduar, zonja Lumturi, a dini diçka më tepër për largimin në mënyrë të mistershme, por edhe vajtje në Greqi në qoftë se ndodhet në Janin ashtu siç Angela pretendon dhe mbahet dhe është e friksuar, dini diçka më tepër dhe në komunikim live me ne gazetarët jepni detaje të cilat ndoshta keni më tepër, por keni frikë ti tregoni? Jo, çfarë këto kem frikën ti tregoj? Pra edhe ti si nën dyshon se ajo mbahet pa dëshirën e saj. Mbahet në Janin ajo në një fshat të Janinës, mbahet është një shqiptar edhe ka folur greke. Mund të jetë ajo shqiptare, unë nuk e di. Shiko, zëri i personit që dëgjove, këtij burri, a përputhej me Fredin që tu paraqit me 14 prill rreth orës 21 ditë marte që të tha janë pronari lokalit? A ka ngjashmëri zëri? Jo, që e ka zëri më ndryshe. Pra, Fredi asaj dite nuk ka lidhje me zërin e burrit që ti dëgjon tashmë? Po, që flet më ndryshe, nuk flet si foli Fredi, po flet më ndryshe kyja. E kuptoj. Shiko, ne duam është një grua, të lutem, është një grua dhe një burr. Është një grua greke, po greke thota, po nuk e di. Se ajo gjysma i flisë greke, gjysma i flisë shqiptare. Edhe që burri grek, burri shqiptar. Këto 7-8 vite që Angela ka jetuar tek juve, më thej që ka bërë një jetë shumë të rregullt, kërkonte në fakt të rriste vajzën 7 vjeçare, punonte vazhdimisht, gjithmonë në punë të ndryshme, duke filluar nga rroba qepësia dhe deri tek puna e fundit në një lokal. Gjithmonë telefononte, gjithmonë ishte e rregullt në orare. Vinte rregullt në orare, se ka punuar ajo. Ka punuar rroba qepësi, ka punuar te kusaria, ka punuar te jura, edhe vinte rregullisht në punë ajo. Asnjëherë nuk ka tentuar të bëjë lidhje të tjera nga momenti i ndarjes? Jo. E qartë, ka pasur propozime ndoshta në familjen tuaj të personave të cilët kishin dëshirë të martoheshin me Angelën? Jo. Nuk ka pasur. Nuk ka ardhur njeri. Jo, nuk ka ardhur njeri në shtëpi. Ofertë për të rimartuar Angela nuk ka pasur. Njohje të vetë Angelës me persona të tjerë? Urdhëro? Njohje të Angelës me ndonjë person me cilin mendonte të kishte një lidhje dashurie dhe pse jo të rikrijonte një tjetër familje? Po ku ta di unë? Se di. S'keni dyshuar asnjëherë? Jo, keni dyshuar ndonjëherë? A fliste me dikë, a ishte aktive në rrjetet sociale? Po ku e kontrollonja unë telefonin atë jo, asaja? Jo, unë dua të di nga ty si nën çfarë dyshon ti. A fliste me dikë në rrjetet sociale, a ishte aktive? Jo për ta kontrolluar, por ti e shikon që mund të rrinte me orë të tëra pranë celularit. Jo, zemra, jo vinte nga puna, vete banjo, lash, plashi, ashtu hante darkën dhe ikte të nesme në punë. Po komunikimi në nëbi, si e keni patën, sepse... Atëherë, ne duam të kuptojmë largimin. Në qoftë se është pa dëshirën e saj, do ta analizojmë, a ka lidhje ndoshta edhe me divorcin e Angelës, se 7-8 vite më parë historia e Angelës është bërë shumë publike. Ajo është gjetur e lidhur me litar pranë një peme në një pyll në Greqi, nga ish-bashorti, apo jo? Po. E kanë gjetur kalimtar të rastësishëm? Po, që punonjë në ullinj. A mendon se largimi ka të bëjë pikërisht me këtë episod të Angelës 7-8 vite më parë nga ish partneri i saj, nga ish burri, babai i 7 vjeçares? Jo. Ai ku ndodhet aktualisht babai i 7 vjeçares? Ai ndodhet në Greqi dhe ai në Greqi është. Ai nuk u dënua asnjëherë për veprimin që i kishte bërë Angelës? Jo. Po si ka mundësi që nuk u dënua? Po su dënua. Nuk e denoncuat ju?
Ai su paraqit fare në gjyqet që bëm neve, nuk u paraqit në gjyqet që bëm neve që bëm divorcin. Su paraqit asnjëherë. Shiko, ju gjyqet e keni bërë në Shqipëri për çështjen e divorcit edhe kujdestarisë së vajzës. Por unë them, veprimi që ai ka bërë me vajzën tënde është një veprim penal, për cilin ai duhet të dënohej në Greqi. Nuk e denoncoi në Greqi Angela. Nuk e denoncoi Angela, se Angela ishte pa dokumenta, vetëm me pasaport ishte. Pra, në momentin që ajo i shpëtoi litarit e lidhur në pemë, e gjetur nga këta persona, ajo erdhi me njërë në Shqipëri. Po, erdhi në Shqipëri ajo, mori çupën deri në Shqipëri, edhe ka kaluar fshirat, në Greqia ka iku fshirat. E kuptoj. Të ndalojmë pak këtu. Në momentin që ajo u lirua nga këta persona që i gjetën rastësisht dhe Angela me vajzën erdhën në Shqipëri, ky personi e mësoi faktin që Angela ishte liruar nga litari? E kishte ndihmuar disa njerëz? Ish burri, e mësoi këtë fakt? Ai se kërkojti me zemër, nuk e kërkojti fare në telefon të çupën. Edhe ata nuk e kërkojti fare në telefon, nuk e asur në telefon, që i moni vetë çupën, që erdhi këtu pakto në Shqipëri, ata se kërkojtën me zemër. Zonja Lumturi, po ju vajtët ke familjarët e djalit, se si ka mundësi të ta marri vajzën të ta lidhi me litar në pemë në pyll? Në Greqi, në Greqi jo, s'kam vajtë asnjëherë në Greqi. Jo se të kesh vajtur ti, por me familjarët e tia, ka familje ky ish burri Angelës? Nën, baba, motra, vlezër, ka ky? Po po i ka në Greqi, nuk i ka këtu në Shqipëri. Dhe ti si telefonove kur ata për të mësuar, po vetë Angela, çfarë tha, pse kishte bërë ai këtë veprim me vajzën tënde? Që kishte lidhur? Po. Ai kishte pirë më nën, kishte pirë. E qartë. Dhe gjatë zhvillimeve të seancave gjyqësore, ai nuk mori pjesë asnjëherë. Jo, asnjëherë s'u paraqit ai, asnjëherë se s'paraqitur. Po vajza 7 vjeçare, a ka lidhje me babain, a ka ardhur ky baba, është interesuar ndonjëherë? Nuk ka ardhur babai asnjëherë, s'ka ardhur babai. A e paguan ai pensionin ushqimor ndaj vajzës? Jo, se paguar, nuk e ka paguar, po bën është 8 vite se ka paguar pensionin ai. Përveç punës që Angela bënte në këto 7-8 vite, do doja të dija, ajo merr një ndihmë ekonomike? Nuk mirte. Nuk merrte, ka aplikuar? Ja pren ndihmë ekonomike? Po? Ja pren ndihmë ekonomike asaja, se punoj te Euro, edhe ja pren këta të bashkit, edhe nuk i jepi me ndihmë ekonomike. A kishte riaplikuar ndonjëherë Angela tek shërbimet sociale për një ndihmë ekonomike? Po. Kishte riaplikuar? Është miratuar? Po. Është miratuar? Nuk e di unë. Shiko, unë dua të di sa kanë qenë shumë të ardhura të rroga e Angelës, e përballonte dot ajo jetesën me ju edhe me vajzën? Mjaftonin këto para? Ajo mirte 450, 350, si të punonte, mirte. Pra ajo nuk ka qëndruar në këto 7-8 vite asnjëherë pa punë? Jo, ka punuar. Ka punuar gjithkohës. Mirë, andalojmë pak për të ditur si janë marrëdhëniet e tua si nën e bi, por edhe me zotin Rapi, me babain. Jo, shumë ashtu të mira. Si Rapi dhe unë nuk ja prishim qifin pra si gjë asaja. Keni pasur konflikte si nën e bi ose deklaron që ajo... Jo. Po pse ka që mbyllur Angela për të mos treguar ose për të mos kërkuar ndihmë tek juve? Pse ka që mbyllur me ju? Po ku ta diu me motre, ku ta diu? Pra ti thua Angela ka telefonuar mbrëm, sot besoj nuk do t'ju telefonoj? Jo, s'ka telefonuar sot ajo fare, ja Ashtuti nuk ka telefonuar fare sot ajo. Nesër ose pas nesër, po, që nga mbrëmja e djeshme. Dhe nesër ose pas nesër ju merr përsëri në telefon, apo jo? Po, shikojnë, do na marrë, ku ta diun. Atëherë, zonja Lumturi, ti vetë si nën, ta bëra këtë pyetje edhe në pjesën e parë. Çfarë mendon? Përveç se Angela mbahet nën presion dhe mbahet me forcë nga dikush. Pse? Se di. Mund të ketë gishti ish bashorti? Jo.
Mund të jenë pleksur me ndonjë shoqëri të keqe? Këte na vete e mendin. Se tani, personi që ju mori të martën e 14 prillit, rreth orës 21 dhe ju tha dhe ju prezentua si Fredi, pronari i lokalit, dhe që ti i the më thirr pak Angjelën dhe ai ta dha telefonin, ti thua nuk është i njëjti zë me burrin që dëgjon vazhdimisht tani në Janin. Po pse do ta bënte Angjela këtë gjë? Të lidhej me dikë ose të largojnë në Janin pa ju telefonuar juve? Në qoftë se keni marrëdhënie të mira. Po dhe që një lejuar ime të tregoj, që mos i thuaj prindrive ti ku dhemi në dhëmë të i thuaj prindrive. Pra, jo mbahet pa dëshirë. Po kështu e kuptoj unë tani, që mbahet pa dëshirë. Kështu e kuptoni ju, kështu e kuptojmë edhe ne, megjithatë unë dua t'i kaloj fjalën me njerë, edhe psikologu të klinikë Eduard Tafa, Edi. Unë jam e qartë pavarësisht përgjigjeve shumë të shkurtra, pavarësisht se ne dyshojmë që zonja di diçka më tepër dhe dyshimit e saj për të thënë diçka të rezervuar, mos të flasim më shumë se ç'duhet, ndoshta edhe dyshimet sepse ne ditën e djeshme kemi folur edhe me bashortin e saj me zotin Rapi, edhe ai shumë i tërhequr nga dy prindër të cilët pas 3 ditës së zhdukjes së Angjelës kërkuan ndihmën e emisionit Me Zemër të Hapur dhe brenda atij transmetimi fal edhe logos së televizionit News 24, Angjela telefonoi përpara se të mbyllej emisioni tek babai. Tani, dyshimet tona janë që mbahet pa dëshirë, por pse nuk jep ndonjë sinjal tek prindrit? Është pyetja ime. Se pari duhet nisur nga marrëdhënia që është brenda familjes. Pra ne nuk kemi një histori që pra kjo po them komunikim shumë kompleks që ka vajza me dy prindrit e saj. Pra nuk është se po ndodh vetëm në këtë momente apo në këtë javën e fundit. Pra ne pas kemi edhe një ngjarje kohë më përpara që është ngjarja që ish bashorti i saj e ka lidhur në pyll gjatë një pune që atje kanë bërë, e ka lidhur dhe zgjedhur nga kalimtarët e rastit që për fatin e mirë, më pas është bërë ndërhyrja më njëhershme për të shpëtuar jetën, sepse normalisht në mes të pyllit është një vend, jo një territor social ku njeriu mund të marrë ndihmë dhe mund të ndihet brenda kushteve të sigurisë. Edhe aty prindrit, duke qenë se janë vënë në disponim të kësaj situate dhe duke ditur që këtë e ka shkaktuar, ai që mendoi të ishte personi më i sigurt në jetën e saj, e kanë lënë situatën po pezull, po me atë idenë që ka kaluar situatat dhe nuk kanë marrë masa të menjëhershme, që me mundësi që kanë patur, qoftë për bërë një denoncim dhe në Shqipëri dhe ky denoncim të kalonte përtej kufive dhe të merrnin masa penale të drejtë për drejtë sepse është një ngjarje ekstremisht shumë e rëndë që mund të kishte përfunduar një fatalitet me pasojë jetën e vajzës së tyre. Pas disa viteve tani ne kemi një, domethënë, pra rastin e dytë, vajzës e cila largohet dhe prindit ende nuk kanë atë informacionin e duhur dhe të saktë, edhe pse ne shikojmë ke mamaja që shpesh herë ka momente të caktuara që informacionet nuk e mbështesin njëri tjetrin, por kanë dhe kontradikta midis tyre. Por ajo që ju i thatë nëse ju keni një informacion të ri, pra dhe unë do rekomandoje nëse ka një informacion të ri, nuk është e thënë duhet ta ndaj patjetër publikisht, është e drejtë e saj për ta ruajtur brenda statusit të sigurisë informacionin, por do ishte shumë e drejtë që të shkonte të denonconte policinë, institucionet përkatëse, sepse do bënte një të mirë qoftë për vete, për familjen, për vajzën e vogël, por dhe për vajzën e saj që ndodhet jashtë. Pra kjo do ishte një gjë që mendimin im do ishte imediate dhe duhej bërë. E dyta kemi elementin tjetër të braktisjes së mamas ndaj vajzës. Në qoftë se quhet braktisje, se në qoftë se mbahet me forcë dhe pa dëshirën e saj, kjo nuk është as pak braktisje. Braktisje me dëshirë. Flas. Okej, shiko, se tek e fundit ajo prindërve ja u ka lënë. Ndoshta mund të jenë prindër që mund të kërkojnë kujdestarin. Patjetër, pra të marrin edhe udhëzimet e një avokati. Patjetër, por nëse kjo situatë është e pasqaruar, pra detyrimisht autoriteti do bëjnë punën e saj sepse nuk ka një sqarim të situatës. Pra mamaja me të vërtet mund të largohet, po detyrimisht kjo e prek psikologjikisht vajzën në disa drejtime, si në aspektin ligjor, sepse nesër nëse të dy prindit e saj, pra vjerët dhe vjera, ndjes, të dy prindrit e saj do duan që të marrin vajzën për ta çuar diku, qoftë edhe në një ekskursion me shkollën, e kanë të pamundur, sepse në mënyrë legale nuk e çojnë dot. Dhe sot është në një ekskursion me shkollën vajza 7 vjeçare. Po them që nëse do dalit përtej kufirit nuk e largojnë dot, sepse nuk ka maman për të firmosur, apo babain njëri nga prindërit. Së dyti në aspektin emocional, pra në distancë ne po shikojmë një vështirësi në komunikim midis prindërve dhe vajzës tyre, por normalisht një distancë tepër e ftohtë komunikimi midis mamas dhe vajzës.
Pra komunikimi bëhet në mënyrë të shkurtuar, pra vetëm për disa minutash. Dhe ky komunikim është thjesht, po themi, për pyetje të më sipërfaqësore në këtë detyrë. Vajza në krahun tjetër e kërkon, sepse vajza është në një moshë 7 vjeçare, ku botkuptimi i saj ka vazhduar të japi më tepër kuptueshmëri dhe racionaliteti, po vazhdon të rritet, i kuptoj më tepër gjërat dhe detyrimisht mungesa e mamas do filloj ta justifikojë në një mënyrë të cilën fëmia di për moshën 7 vjeçare. Ky komunikim që bëhet një herë në 2 ditësh me vajzën, një herë zgjon mall tek vajza, një herë i jep siguri, më pas i jep distancë, më pas i jep pasiguri dhe ky lloj komunikimi më tepër krijon një lloj destabilizimi emocional se sa siguri dhe plotësi emocionale. Dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm, sidomos në këtë lloj drejtimi. Nuk e di çfarë lëvizjesh kanë bërë pra dy prindërit e vajzës që është larguar në Greqi për mbesën e tyre. Nëse tek shkolla kanë kontaktuar, e kanë referuar si situatë që vajzat marrin një shërbim psikologjik, sepse detyrimisht sidomos e mbledhje me prindër do ketë nevojë për përfaqësimin e figurës prindërore në mungesë të mamit dhe babit, detyrimisht një fëmijë do ndihet totalisht, domethënë i paplotësuar, po themi, dhe pa patur një nga prindërit që është, po themi, domosdoshmëri dhe do ndihet pak edhe i diferencuar duke parë që gjithë fëmijët e tjerë janë me njërin prindit ose me të dy prindërit. Dhe normalisht kjo do krijojë ndjenja faji, mund të krijojë ndjenja frike brenda fëmijës, të cilët me kalimin e kohës, nëse nuk arrin të po them unë, trajton në mënyrën e duhur, mund të amplifikon dhe detyrimisht mund të na kalojë një gjendje psikologjike më. Qartë, ne do ta pyesim vetëm pas pak zonjën Lumturi për disa përgjigje të pyetjeve që ti bëre, Eduard. Ndjekim hapësirën publicitare të dytë dhe të fundit dhe rikthehemi në pjesën e tretë, jo vetëm me komentet e psikologut klinik, psikologut e emisionit Me Zemër të Hapur, Eduard Tafa, por për të marrë edhe disa detaje të tjera nga zonja Lumturi dhe në këtë pjesë le ta dedikojmë edhe vajzës 7 vjeçare që ndoshta Angela nëse do të na ndjeki përsëri ditën e sotme, si na ka ndjekur në emisionin e parë dhe reagoi tek babai duke telefonuar dhe tha jam shëndoshe mirë dhe fal Zotit dhe ndodhem në Greqi dhe më pas telefoni i saj u fik për tu rimar një herë në 2-3 ditë familjarën, nënën edhe vajzën, por që duket që ajo mbajt pa dëshirën e saj, të paktën ka pretenduar se është në një fshat të Janinës në Greqi. Publiciteti i dytë dhe rikthehemi më njëherë në studio. Rikthehemi pas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare në pjesën e tretë për ta përmbyllur gjithë këtë emision lidhe me zonjën Lumturi. Zonja Lumturi, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Në lidhje me vajzën, kush janë në mbesën 7 vjeçare? Kush janë masat që ju keni marrë si gjyshër? Po, mbesën do ta mbaj unë. Por ju e dini që duhet bërë në mënyrë ligjore kjo. Sa vjeçë jeni ju, nëse më lejoni të pyes se ligji ka një kufi moshe? Unë jam 59 vjeçe. 59 vjeçe, ndërkohë që ligji parashikon që personat mbi 65 vjeç nuk mund të kërkojnë kujdestarinë e nipit apo të mbesës. Jeni ende në kohë për ta bërë këtë gjë, ndoshta edhe në rrugë ligjore, nuk e di a keni marrë mendimin e ndonjë avokati apo jo, se duhet hapur një proces gjyqësor. Nuk e di çfarë tregojmë në dokumentat e policisë së Fierit, sepse ju e keni deklaruar të humbur Angelën, pavarësisht se keni shkuar dhe keni deklaruar që ajo ju telefonon. Ne nuk e di ma mbahet me dëshirë apo pa dëshirë Angela, por nuk mund t'i bëjmë dot keq një nëne e cila ka vuajtur shumë në jetën e saj. Ajo ka qëndruar 7-8 vite më parë 2 ditë në pyll e lidhur me litar. Dhe ka lënë trauma të parikuperueshme tek Angela. A keni kërkuar ju për mbesën 7 vjeçare ndihmën e psikologës së shkollës këto ditë? Jo. As tek mësuesja kujdestare e keni referuar si rast tek mësuesja të paktën e vajzës? Mësuesja e di mësuesja. Po mësuesja nuk e ka lajmëruar pak psikologën e shkollës si duhet vajzës një mbështetje në këto momente? Jo, zemër, nuk e ka lajmëruar. Po Bashkia e Roskovecit? Bashkia e Roskovecit? Ju ka sjell një punonjës social, një psikolog në shtëpi për vajzën? Jo, gjithtani nuk ka ashtu, gjithtani nuk kanë ardhur asnjëherë, nuk kanë ardhur, gjithtani.
Mbaj mend 3 ditë pas zhdukjes së Anxhelës, më thej që vajza ishte shumë e shqetësuar. Po, ajo qanë dhe aty e sot qanë për maman. Si arrini t'ja shpjegoni këtë situatë? Nuk është shqetësuar fare vajza, apo jo? Po, unë i ka thënë që është në Greqi. Po kur i dëgjon zërin Anxhelës, si reagon vajza? Vajzë e vogël. Vajza e vogël, Mbesa, si reagon kur flet me Anxhelën? Mbesën. Çfarë i thot? Të lutem. Qanë ajo i thotë, ktheu mame, ktheu ku tek mua. Po përgjigje Anxhelës? Ajo i thotë që të ktheu. Tani me shpresa jemi neve, inshallah të kthehet. Megjithatë, me shpresa jeni, por kështu si është situata e Anxhelës dhe gjithë dyshimet tuaja, duhet bashkëpunoni me policinë e Fierit. Të lokalizojmë se ku ndodhet fillimisht Anxhela, apo tregon të vërtetën që është në një fshat në Janin, edhe pse këto telefonata kaq të rralla dhe Anxhela duhet kuptoj se çfarë rrezikon për veten e saj, si mundet një nënë të braktisë fëmijën, nëse është larguar me dëshirë, por edhe nëse mbahet pa dëshirën e saj, të paktën ta ndihmojmë dhe ta kthejmë shëndoshë mirë në familje. Apo jo, lumturi? Po. Nuk e di, do të them më vonë në lidhje kush janë fjalët e tua, mund ta mendosh gjatë që ti t'ia drejtosh fjalën Anxhelës, një apel drejtuar drejt për drejt asaj, apo personave që e mbajnë pa dëshirë. Gjithsesi, sot vajza 7 vjeçare ka shkuar në një ekskursion, më the, në Kruj, apo jo? Po. Mirë, Edi, kjo është situata. Në Kruj, telefonova dhe mësuesen, më tha që më u bë me radhë se e kam unë këtu. Vetëm ditën e nesërme kur vajza të kthehet në shkollë, mund të flisni me mësuesen dhe psikologja e shkollës të merret pak me vajzën. Ose shkoni pranë shërbimit social në Fier, në Roskovec dhe kërkoni ndihmën e një psikologeje, sepse Anxhela ndoshta nuk është larguar me dëshirën e saj, mbahet pa dëshirën e saj, por të paktën nuk e ka braktisur vajzën. Duhet të ndjekim të gjitha hapat ligjor, pa dëmtuar 7 vjeçaren. Kjo na duhet, kjo është e rëndësishme, të shpëtojmë jetën e vajzës madhe, por edhe vajzës vogël njëkohësisht. Atëherë, Edi. Situatë e vështirë, shumë e vështirë. Nuk ma mori mendja, isha shumë entuziaste kur Anxhela telefonoi në emisionin e parë. Për te të vështirë është shumë komplekse si situatë, sepse nga të gjitha anët ku ti tenton për shembull të hapësh një rrugë dalje, gjithmonë ka një pengesë për cilën kjo pengesa është anonime dhe e panjohur. Pra nuk kemi një rrugtim apo një sinjalistik të qartë pra se si mund të jetë gjithë situata. Po gjithsesi, nga indicet që ne kemi deri tani, hapi parë me imediat është ajo që sapo i thatë zonjës, pra që t'i jepet prioriteti me një hershëm dhe kryesor fëmijës, që të ketë një kontakt me mësuesen kujdestare dhe t'i vihen shërbimet psikologjike me një herë në takim me vajzën, nëse shkolla nuk arrin ta mundsoj sepse duhet me parë pak edhe mënyrën se si është i ndërtuar stafi akademik aty, mund të raportohet me njëherë ke shërbimet sociale më kryesore ndoshta në bashki, të cilët duhet vinë në kontakt dhe ka nevojë të referohet pak rasti, sepse rasti duhet është dinamik edhe është bërë goxha me gjatë i kërë rasti, ëh? Po duhet të referuar me gjithë ngjarja atje, pra sepse çdo kush që do ketë një kontakt me vajzën ka shumë nevojë të ndijë pak historikun e kësaj kohe, pra në mënyrë kronologjike të di, pra do bëj një anamnezë të plotë të rastit, pra duke marrë pak edhe mënyrën e veprimtarisë apo reagimeve të vajzës vogël, pra sepse personat më kryesor janë mësuesja kujdestare dhe 2 familjarë që janë në shtëpi, të cilët bëjnë vëzhgimin e vajzës, pra për të parë sjelljet nëse ka sjellje tipike, atipike, pra mënyrën se si vajza funksionon në përditshmërinë e saj. E dyta, në fakt nga investigimet që ne kemi bërë në Fier në lidhje me Anxhela Shurdhën, të gjithë flasin që ka qenë një vajzë super korrekte që punonte, që njihej si një vajzë shumë e qetë në komunitet, por edhe në vendin e punës, një nënë e përkushtuar, një vajzë e përkushtuar ndaj prindërve. Të paktën kjo është ajo, ne nuk e dim çfarë mund të ketë përjetuar në vendet e punës, por në lokalin kur kishte filluar punë ishin vetëm këto 2 javë të fundit. Ndoshta mund të mos ketë lidhje me lokalin, por aty njohja në lokal me persona mund ta ketë bërë Anxhelën të bie pre ndoshta e një rrjeti të mirë organizuar.
Mund të ketë lidhje ndoshta edhe me ish partnerin, babain në 7 vjeçar, nuk di ma asgjë. Këto pasaj mbeten Se largimi më dëshirë është pak kushenje. Këto janë hipoteza për të sqaruar. Edhe institucionet e njënin si një njeri shumë korrekt. Prandaj që janë hipotezat e cilat mbetet për të vërtetuar, por normalisht që të vërtetohen ka nevojë të institucionalizohen pra dhe të ndigjen hap pas hapi. Por aq më tepër kur vajza nuk ka humbur komplet kontaktin me familjen, pra vajza ka kontakt me familjen, pra i merr prindin në telefon ndoshta jo çdo ditë, jo se e kontaktin natyrshëm që ne jemi mësuar që të flasesh nga 1 herë, 2 herë, 3 herë apo 5 herë në ditë midis prindit dhe fëmijës, po kontakti është Ja, ne po i telefonojmë Angelën, numri i saj vazhdimisht deli fikur, mund ta tregojmë edhe tek kamera, vazhdimisht deli fikur, por edhe kur del që të paktën mesazhet e mia apo edhe të koleges time, kryeredaktores e emisionit Me zemër të hapur, i shkojnë, ajo nuk përgjigjet. Neve e kuptojmë pse, por të jetojnë në të njëjtin shtet me vllajin dhe mos t'ia hapja, po mos t'i përgjigjet edhe vllajt, këtu ka disa pikë pyetje. Po prandaj të thash që është shumë komplekse si situatë. Pra, sinjalistika e rastit është shumë e vështirë për të çuar në drejtimin e rrugës dur. Ajo që mund ta tregojmë, domethënë, të gjitha komunikimet që kemi bërë që nga dita e parë. Ajo që mbetet, ne fillimisht shpresojmë që shëndeti i saj fizik dhe shëndeti i saj mendor në kushtin që gjendet atë të jetë po themi shumë pozitiv, që edhe ajo të ketë mundësinë që nese pas nesër, nëse ajo po themi është në kushtet kufizuar apo detyruara nga vendi ku është, të gjejë mënyrën e duhur për të kontaktuar familjarët apo për gjetur po them qoftë në vendin ku mund të jetë, sepse deri këtu ka pra pikë pyetje të veta, nëse mendon që mund të jetë në Greqi, ndoshta mund të jetë edhe në një vend tjetër, ndoshta mund të jetë më afër, ndoshta mund të jetë edhe më larg. Amazonja dëgjon vazhdimisht që dikush flet në gjuhën greke. Po mirë, Një grua. Po, jo domosdoshmërisht mund ta bëjë tjetër në Greqi. Po, patjetër. Pra, prandaj po themi. Dikush e flet ato gjuhë. Por derisa nuk ka një busull mbi cilin të orientohesh, njeriu mund të mendojë pastaj shumë opsione. Opsioni i parë mund të jetë Greqia, duke qenë se është një vend që e njeh edhe nga koha më përpara, ku ka jetuar dhe punuar për disa kohë të caktuara, ku aty ka marrë edhe një ngjarje shumë traumatike me vete, që nuk është një ngjarje e thellë, që nuk është një ngjarje lehtë, pra po që le pasoje të thella në mënyrën se si përballet personi me ngjarje të tilla. Ne duhet dim që truri njeriu në situata të tilla nuk është përgatitur për të përballur me mënyra të cilat e vendosin për shembull në pozicione shumë rrezikuese të jetës së tij. Dhe e gjitha kjo pastaj meriton të ndiqet në mënyrë hap pas hapi. Megjithatë duket si një largim i pa organizuar dhe i pa dëshiruar, mendoj unë të paktën, sepse është nisur në orën 7 të mëngjesit për në punë për të kthyer rreth orës 17 të martës 14 prillit Edi, dhe ndërkohë nëna deklaroi që pasaportën e ka në shtëpi dhe është larguar vetëm me rrobat e trupit të saj. Gjithsesi ta pyes pak zonjën Lumturi, zonja Lumturi më dëgjon? Po. Përveç rrobave që ka pasur atë ditë të veshur, mungon ndonjë veshje e Angelës në shtëpi? Jo. Jo. Edhe pasaportën e ka aty, edhe të gjitha veshjet i ka në shtëpi. I ka këtu në shtëpi të tëra ajo. Pra, pasaportën në shtëpi e ka. Pra, Angela ka ikur vetëm me rrobat e trupit dhe pa pasaport. Tani, pasaportën deri në një farë mënyrë dhe kuptoj pse, sepse ajo që ndronte në Greqi ishte pa dokumenta dhe kur është gjetur në pyll nga kalimtarët, ajo me njëherë është rikthyer në Shqipëri përsëri në këmbë, sepse me sa duket ishte në proces dokumentash apo nuk e di se për çfarë. Shiko, zonja Lumturi, të pyes pak? Do të kthej 7-8 vite pas. Angela është mbajtur 2 ditë e lidhur në një pemë në pyll. Po. Po vajza ku ishte? Vajza e vogël? Po. Në shtëpi. Angela sapo është liruar nga litari nga këta persona, ka shkuar ka marrë vajzën në shtëpi dhe është kthyer në Fier? Po, u kthye në Fier ajo. Po kur ka vajtur në shtëpi, a u përball me babain e vajzës, me ish burrin? Babai i vajzës kishte pirë dhe ishte në gjumë. E kuptova. Po ato 2 ditë, ai e ka mbajtur vajzën, si e ka mbajtur vajzën 2 ditë, kur Angela u lidh me litar? E ka mbajtur jati. E ka mbajtur jati. Pra e gjeti në gjumë dhe e la në gjumë burrin, mori vajzën dhe iku? Po. Mori vajzën dhe iku, e la në gjumë, ajo mori vajzën dhe iku. Po pse nuk ishte dokumenta Angela në Greqi?
Po s'kushte në dokumenta, po vete 3 vjet pa dokumenta ajo, me pasaport të morën, me pasaport. Po bashkëshorti ka dokumenta në shtetin grek? Jo. Asa i nuk ka. Mirë. Asa i ka. Po, kjo ka qenë situata. Tani, pa pasaport në Greqi në rrugë legale nuk del dot, në asnjë lloj forme. Sepse as me kartë identiteti nuk kalon dot. Se detyrimisht është një vend aq më tepër që është vendi i Bashkimit Evropian dhe siguria është akoma dhe më e rritur. Sërish nuk përjashtohet pista që mund të jetë ndoshta edhe në vende, mund të jetë edhe në vend brenda Shqipërisë, po kryesisht mund të ketë minoritet grek dhe ndoshta mund të jetë edhe diku ku mund të flitet greqisht, por mund të jetë territorin shqiptar. Pra, edhe kjo nuk përjashtohet si një mundësi. Por nëse ne jemi midis gjithë këtyre enigmave dhe gjithë këtyre indiceve kaq misterioze, është shumë e rëndësishme që po them herën tjetër që të ketë kontakt me vajzën për ta kuptuar më qartësisht, po për ta dëgjuar me atë qetësinë, nëse kjo telefonat është e komanduar nga dikush tjetër, pra sepse du të vemi në atë pozicionin e hetuesisë. Mund të japim disa këshilla zonjës Strukturinë, në qoftë se ajo merr sot, nesër apo pas nesër. Shiko, po çfarë duhet ta pyesi për të kuptuar? Po s'është problemi që ti bëj pyetje drejt për drejt, pra pyetja më madhore do ishte që vajza ka nevojë shumë për ty, të kërkon edhe po të presim. Okej, dhe kur ke një datë ose një kohë që mund të vish, ose të zgjasim më tepër telefonatën. Pra, e para zgjedhja telefonatës do japi mundësinë për të kuptuar nëse e ka këtë komoditet kohor apo jo. Edhe në dytë urdhën nëse njëri bën pra atashimi midis vetes dhe fëmijës, sepse ne vim si një shoqëri që normalisht pas 90-s kanë emigruar një pjesë e mirë njerëzve në duke qenë se jemi tek detaj, më fal që të ndërpres në logjikën tënde. Ta pyesim zonjën Lumturi. Zonja Lumturi, telefonata me Anxhelun nuk zgjat më shumë se 5 minuta, apo jo? Jo. Si mbyllet telefonata, duke i thënë mirupafshim njëra tjetrës, apo mbyllet në mënyrë të beft? Çfarë thot Anxhela, po iki, ose mirupafshim mami, ose të përshëndet, apo thjesht mbyllet, duke bërë biseda juve? Thota mirupafshim e mbyll telefonin. Edhe pse ti je duke folur? Po, e mbyll telefonin ai. Ti i bën pyetje vazhdimisht? I bëj pyetje. I ke kërkuar një datë kur do kthehesh? Jo, datën jo si kam kërkuar una, po i thash dije, i thash që ktheu se na ka nau letrat na ka dërguar policia. Ajo tha do kthehem. I ke thënë pse nuk komunikon me të vllajën që është në Greqi? Pse nuk e hap telefonin të vllajit? Nuk me vllaj nuk komunikon, se po më 4 vjet vllaj. A i ke thënë ti se janë të dy në Greqi? Që pse si a hap telefonin vllajit? Po pra, pse nuk e hap telefonin Anxhela vllajit? Nuk ja hap telefonin. A e ke pyetur ti Lumturi? Çunin? Po jo çunin Anxhelën, pse s'flet me vllajin? E kam pyetur pse se merr. Çfarë ka thënë? E kam pyetur pse se merr vllajin, edhe ajo nuk ka folur. Po përgjigja Anxhelës kur ti i thua pse nuk flet me djalin? S'ka folur ajo. Përgjigja e Anxhelës, zonja Lumturi, përgjigja që ti jep Anxhela, pse nuk flet ajo me vllajin? Çfarë të thotë? Të jep një shpjegim? Jo, s'më jep shpjegim fare mua ajo. Pra, nuk është se e mbyll ti bisedën duke i thënë lam të mirë, mirupafshim. Është Anxhela që thotë mbyllet tani mirupafshim. Po, është Anxhela, jo unë, është Anxhela. Atëherë, Edi, po, qartë, Edi. Kjo do ishte një mënyrë më mirë për ta kuptuar pak situatën, pra më tepër për të lexuar pjesën e pathënë apo të pashprehur nga vajza. Po them një mënyrë tjetër pak, po themi më që do ishte pak edhe më lexuese në situatë, po themi ose më tepër zbuluese, do ishte edhe kjo pjesa sepse me sa kuptoj nuk kanë komunikim me kamerë me njëri tjetrin. Jo. Pra dhe dëshira për shembull një prindi për t'i thënë që kam shumë dëshirë të shoh si je në këtë moment për të parë fizikisht, por dhe ambientin ku po jeton dhe nga ku po flet, për shembull do ishte një pyetje më se normale. I keni kërkuar Lumturi të flisni me kamera? Nuk flet me kamera ajo. Ajo flet pa kamerë. A ja ke kërkuar ti të flisni? Po, ja kërkoj ti çupa. Ja kërkoj ti çupë vogël, mame hapi kamerën, shikoj një çik, edhe ajo se hapi kamerën çupës. Si u përgjigj? Si u përgjigj vajzës? Nuk e hap dot ajo kamerën. Okej, e kuptuam, Edi.
Ne po themi që përderisa fillojnë dhe ezaurohen të gjitha mënyrat, pra për kontaktin, për nivelin e kontaktit që kanë, se niveli i kontaktit është vetëm momentalisht virtual, telefonik, pra nuk kanë kontakt tjetër fizik, apo të një forme tjetër. Zanor. Po them që atëherë mund të shkojmë drejt asaj të hipotezës që mund të jetë, pra, ose ka vendosur për arsyet e veta, qëllimet e veta, pra që të ketë një kontakt minimalistik për arsyet e veta apo situatës ku ndodhet atje, ose mund të jetë një kontakt i komanduar me kufizime të tilla, të cilat nuk mund të zjaten për arsye të cilat mund të jenë totalisht të vendosura mbi gjithë misterin që mbaj mend që në emisionin e parë kam pyetur zonjën Lumturi se si ndjej Angela në lidhje me jetën që po bënte prej 7-8 vitesh, ishte e kënaqur, punonte, do rris vajzën, pra nuk ka shfaqur asnjëherë pa kënaqësi të një jete shumë të vështirë që të falë Kumani në Roskovec, por puna e Angelës ka qenë vazhdimisht në qytetin e Fierit. Patjetër. Ke një këshill të fundit për ta mbyllur? Shiko, ajo që unë do thoja është kjo që si prindër së paku të bëjnë lëvizjet e tyre, pra dhe të konsultohen me persona profesionistë, dhe profesionistët nuk janë personat e lagjes, komunikimet me njerëzit rreth aty. Profesionistët janë kur shkohet në institucion për të diskutuar në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe ato që përfaqësojnë, po themu, në pjesën juridike, pra siç mund të jetë avokati apo oficeri i policisë gjyqësore, apo dhe në polici për të kuptuar dhe marrë më tepër informacione, ndoshta edhe ata mund ta ndihmojnë me teknika më specifike apo me arsyetime të cilat mund të ndihmojnë jo vetëm me gjetjen e vajzës tyre, por edhe në zbardhjen e rastit, sepse edhe nëse nesër vajza kthehet, ky do ishte një hap shumë i mirë, por unë mendoj që duhet patjetër sqaruar edhe historia pasaj, sepse ky veprim mund të përsëritet sërish. Pra, dhe mund të lej pikpyetjet e radhës. Kështu që është shumë e rëndësishme që mendoj që do i ndihmonte shumë. Megjithatë, këshillat e tua në lidhje me Angelën është pyetje të drejtë për drejta, të zgjatet sa më shumë telefonata dhe të kërkojmë vazhdimisht të hapet kamera. Po, këta janë për sa i përkasin komunikimit midis familjarëve dhe tjerëve, po. Kurse hapa që duhet ndjekin prindrit, edhe institucionale thamë, janë shumë të rëndësishme. Por për mos dëmtuar dhe Angelën, sepse mund të duket si braktisje e fëmijës, ndërkohë që ajo nuk është braktisje e fëmijës, të paktën ajo një herë në 2 ditë ose një herë në 3 ditë mban komunikimin me të bijën, por të paktën janë edhe prindit e saj që në rrugë ligjore do të kërkojnë kujdestarin tek e fundit. Përderisa nuk ka arritur. Se ka dhe një afat ligjor, që. Prandaj, përderisa kjo nuk ka arritur në gjykata, gjykata nuk ka dalë, domethënë, me një kërkesë për ta vendosur, po them, përballë kusheve të zgjedhjes apo për ta hetuar rastin, pra se si është bërë, domethënë në raport me kujdesarinë e saj, kjo tregon që pra kjo marrëdhënie po funksionon pra në këto kushte që janë momentalisht. Okej, pra po mirë mbahet. Por normalisht se sa mund të shkojë variateti kohor, këtë nuk e dim, sepse varet edhe ajo nga gjykata. Faleminderit Edi, megjithatë kërkohet ndihma e gjithë shqiptarëve që ndoshta e kanë parë diku dhe rastësisht Angela Shurdër, 29 vjeçaren. Kjo është fotoja e saj, foto të tjera mund të japi regjia në këto momente. Ja, kjo është pasaporta, Angela Shurda me flokë të verdha, këto janë fotot e fundit në fakt të Angelës, apo jo zonja Lumturi? Po. Që Angela është me flokë të verdha. Ka Çurela me flokë të verdha, të gjatë? Të gjatë, po. Dhe kërkojmë ndihmën e gjithë shqiptarëve që në qoftë se e shikojnë diku këto vajzë, le të na tregojnë ku e kanë parë në shoqërinë e dikujt, të shkripin një foto dhe ndoshta pse jo të komunikojnë me neve. Atëherë, zonja Lumturi. Po. Çfarë apeli do t'i bëjë ti Angelës në këto momente? Të kthehet e vajza. Po në qoftë se ajo rri pa dëshirën e saj, çfarë do t'i thojë personave që mund ta kenë marrë Angelën, mund t'jenë me Angelën, mund ta mbajnë në presion Angelën? Atyre personave çfarë do t'i thoja? Persona të kthehet vajza në shtëpi. Qa të them unë nuk, qa të them me unë atyre? Ma lejoj vajza të kthehet në shtëpi. Do t'i japim një mesazh bashkë Angelës që ajo duhet bëhet e fortë, sido që ta ketë situatën, të gjej forca, të shkojë dhe të denoncojë, nuk e di, të kërkojë ndihmë dhe të kthehet në shtëpi tek ju, por tek vajza kryesisht. Po. Mirë, unë të falenderoj zonja Lumturi
që ishe me mua në këtë studio. Shpresoj të kemi detaje të tjera në lidhje me Anxhelën, të kemi ndërgjegjësimin e saj, apo edhe të personave që e mbajnë pa dëshirë Anxhela Shurdhën të rikthehet sa më parë në familje. Faleminderit dhe të përshëndes. Të përshëndes dhe unë, faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, si ekrani më i madh informativ në vend. Trajtuam ditën e sotme në fakt për herë të dytë historinë e Anxhela Shurdhës. Të gjithë ju që keni ndoshta e keni hasur diku, keni një informacion, qoftë edhe anonim, qoftë edhe një foto të shkrepur, mund të telefononi me njëherë Policinë e Shtetit, por edhe neve si emision në numrin 069 20 37 000, dhe jo vetëm Anxhelën, por edhe personat të cilën Anxhela është e shoqëruar, mund na thoni edhe vendin ku ajo ndodhet dhe ku ju mund t'i shkrepni asaj një foto për të kuptuar më tepër se çfarë po ndodh me nënën e një vajze 7 vjeçare me këtë 29 vjeçe. Bashkë ndahemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.